opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiu. Refuzuan të votojnë për Glauku Njufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet për mua, refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se si unë u dashka të eliminohem me çdo mjet. Refuzuan të votojnë, qysh e dini, edhe për 1.1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare dhe e quan vendin në ato zgjedhjet e kaluara, refuzuan buxhetin, refuzuan rritjen e pensioneve, tash na i humbin 10 milion të mbështetjes nga bashkësia ndërkombëtare, përveç atyre mbi 10 milion për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Shtrohet pyetja, pse? Bindja ime e fuqishme është se qëndrimet e tyre vijnë nga frika. Frika e tyre nga fitoria jonë është më e madhe se dashuria e tyre për vendin. Më të madhe e kanë frikën e urrëtitjen ndaj nesh, sesa atë dhe dashurinë për Republikën e Kosovës. Vetëm e vetëm se nuk pranuam pazaret e oligarkëve, ndarjet e terminaleve doganore dhe postet e ambasadorëve. Ata u bashkuan të gjithë kundër nesh, PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Jo për të ndërtuar shtetin, por për të rikthyer atë në burim privat pasurimi. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit i themi popullit nuk ka kthim prapa, ka vetëm ecje përpara. I keni dëgjuar pa numër herë teksa thonë Kurti po e izolon Kosovën. Unë nuk përgjigjem, Kosova kur nuk ka qenë më e pranishme dhe më e mirë pritur në kancelarit e botës se sa tani. Të përfaqësuar me dinjitet në nivele më të larta se çdo herë tjetër, teksa jemi në udhë të mbarë, madje edhe me vendet mosnjohëse për njohje të reja, por edhe për integrimet evropiane e euroatlantike. Nëse vërtet doni të gjeni ndonjë izolim, po, jemi të izoluar nga korrupsioni. Jemi izoluar nga pazarllëqit e natës, po. Jemi izoluar nga krimi organizuar, po. Por jemi të hapur ndaj vlerave, jemi të hapur ndaj dinjitetit, jemi të hapur për punë dhe për bashkëpunim. Edhe nga opozita kërkuam bashkëpunim për presidentin, për ata nuk na e ofruan asnjë emër. Apo edhe kur flisnin për ndonjë emër, nuk e ofruan asnjë nënshkrim. Apo kur edhe i treguan disa nënshkrime, nuk ishin nënshkrime për ndonjë emër. Hapjes son, ata ju përgjigjen me bllokim e vetëm me bllokim. Prandaj edhe quhen bloku opozitar. Me fjalë të tjera, të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. Është në qenjen e tyre bllokimi. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes dhe qeverisjes sonë. Ata po bllokojnë, por ne do të vazhdojmë. Republika e Kosovës ka ushtruesit e tyre të presidentës, Albulena Haxhiu, ka kryeministrin e tyre, mua, ka qeverinë e tyre, gjithë këta ministra dhe ministra. Ajo çka s'ka Republika e Kosovës është parlamenti. Opozita e ka skenë parlamentin, sa e në qeveri nuk është. Ajo e ka privuar veten nga skena e vetë. Prandaj, shteti ynë me punët e mbara e të mira do të vazhdoj. Ky bllokim nuk është pra thjesht bllokim ndaj nesh, para se gjithash është bllokimi
që ja bëjnë vetvetes së tyre. E pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje hapjes sonë që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën. Është e kotë që të përpiqen ta mbulojnë të vërtetën me sajesa, me sofizma, me narrativa false që i përsërisin nëpër mediat e tyre private. Një mendimtar i njohur thoshte se e vërteta nuk ka nevojë për shumicën që të mbetet e vërtetë, por shumica ka nevojë për të vërtetën që të mbetet e lirë. Dhe në Kosovë shumica e di fort mirë të vërtetën dhe ajo është e lirë. Dhe nga kjo liri, populli, shumica e votuesve që e din të vërtetën e kanë 7 qershorin. Kjo e vërtet edhe njëherë do të kthehet në votë, edhe njëherë vetëvendosja do të dalë e para, edhe njëherë vetëvendosja do të lëvizë përpara, më e madhe se e dyta dhe e treta së bashku, edhe njëherë do të bëjmë thirrje propozitën që të bëhet konstruktive për shtetin dhe popullin tonë. Ata duan të na lodhin, por ne nuk lodhemi dot, sepse misioni ynë është pakrahasimisht më i rëndësishëm se çfarëdo lojrash të tyre. Të dashur aktivist, në javët që vijnë, ju do t'jeni zëri ynë, ju do t'jeni shpirti i lëvizjes. Mos harroni, ne nuk kemi nevojë për vota të blera, sepse ne kemi mendje e zemra të vendosura për çështjen kombëtare, shqiptare dhe për Republikën Demokratike të Kosovës. Do të punojmë shumë, por porosia ime për çdo aktivist është ajo që e themi gjithmonë. Jo vetëm punë shumë, por punë për shumë veta. Shpërndajeni detyrën, angazhojeni fëqinjen, mikun, familjarin, sa më shumë njerëz të përfshirë, aq më e lehtë, aq më e madhe, aq më e thellë dhe aq më e pastër fitoria. Pragu i të tjerëve është 5%, pragu ynë vitin e kaluar ishte 50%, e kësaj radhe po bëhet edhe më i lartë, 60%. Kosova jone dashur është e vogël për të ndarë e për të shitur, por është e madhe për të forcuar e për të rritur. Me 7 qershor ne nuk votojmë vetëm për partinë, ne votojmë për të vendosur nëse duam të kthehemi prapë. Nëse duam të kthehemi prapa në errësirën e zhvatjes apo të ecim përpara në dritën e zhvillimit. Guximi nuk është mungesë e frikës, por gjykimi se diçka tjetër na qenë ka fort më rëndësishme se frika. Dhe për ne, Republika, demokracia, sovraniteti, dinjiteti, pavarësia, mirëqenia e përparimi janë më të rëndësishme se çdo gjë. Kjo na jep guxim për te çdo droje, për te çdo frike. Kjo na bën të mos ndalemi. Me 7 qershor, le të bëhemi bashkë për prindrit tonë që meritojnë pleqëri me dinjitet, për rinin tonë që meriton të ardhme në vendlindje, për Kosovën tonë që meriton të jetë e lirë, e pavarur dhe e zhvilluar. Qeverisja jonë është demokratike, Kosova do të ketë edhe president të unitetit në përputhje edhe me frymën tonë e cila u shpreh së fundmi në kuvendin e Republikës, përkatësisht në seancën e mbrëmtë të legjislaturës së 10, kur u tërhoqën Glau Konjufca e Fatmire Mulhoxha Kolçaku vullnetarisht dhe propozuam liderën e shoqërisë civile, doktoreshën Feride Rushiti, për presidentit të Republikës, por sërish, ashtu siç jemi mësuar nga hera, ne propozojmë, ata refuzojnë. Por me 7 qershor do të ndodhë kjo,
në një mënyrë ndryshe. Ne që propozojmë fitojmë, ata që refuzojnë mbarojnë. Sepse ne e dim çfarë duam, popullin e lirë, shtetin e fuqishëm, Kosovën fituese, dhe do t'ja dalim. Sepse kur vetëvendosja ngrej zërin, blokadat e vjetra dridhen derisa të shemben. Kur populli bashkohet, nuk ka dikë që e ndalë. E me 7 qershor, fitoria nuk do t'jetë e imja, por e çdo nëne që merr shtesën, e çdo punëtori që sheh rrogën e rritur, e çdo studenti që studion pa pagesë, e çdo ushtari që ruan kufirin, e çdo fermeri që kultivon tokën, e çdo polici që garanton sigurinë, e çdo mërgjimtari që do të kthehet dhe do të ndihet krenar. Së bashku, pa ndalur, me zemër e me mendje, për fitore të thellë, nuk lëshojmë pe. Për Kosovën e të gjithëve pa lënë asnjë mbrapa, me punë dhe nder, me dije dhe guzim, drejt fitores, vetëvendosje. Ju falenderit shumë për vëmendjen, pjesëmarrjen dhe mbështetjen masive e të vazhdueshme. Faleminderit nderuar kryeministër, rezultatet e punës së qeverisë kurti janë evidente, ashtu sikurse edhe bashkëpunimi i opozitës për bllokim është real dhe po na dërgon drejt zgjedhjeve të reja, por ne si gjithmonë vazhdojmë përpara me synimet më të larta për vendin, me vullnet, me projekte të reja, me qytetarët e përqytetarët. Andaj na prift e mbara e në këtë pikë e ndërprejmë transmetimin e drejt për drejt në faqen e lëvizjes. I falenderojmë edhe mediat për ndjekjen e pjesës së parë të kësaj mbledhje. Marrim 5 minuta pushim dhe vazhdojmë me pika tjera sipas rendit të ditës. Faleminderit shumë gjithëve.